Kandidati socialist Damian Gjiknuri ka zhvilluar një takim me mësues së Sarandës. Duke u shprehur mirënjohjen për pjesëmarrjen e tyre në takim, Gjiknuri tregoi vlerësimin dhe kontributin e vazhdueshëm të tyre në edukimin e brezave. Ai pohoi se të flasësh me mësuesit është kënaqësi, pasi janë njerëzit që mësojnë dhe edukojnë brezat. Ai theksoi se dhe vetë vjen nga një familje arsimtarësh, 3 breza arsimtar, pasi gjyshi i tij ka qenë themeluesi i shkollës shqipe në zonën e Bregdetit dhe në lumin e Vlorës në vitin 1920. Ai pohoi se qeveria Rama i ka dhënë prioritet pagave në arsim. Paga dhe kushtet që ju krijojnë mësuesve janë shumë të rëndësishme që të kemi dhe mësues cilësor edhe në të ardhmen. Gjiknuri deklaroi se synimi i kryeministrit mandatin tjetër është që paga mesatare e mësuesit të shkojë 1500 euro, si dhe investimi më tejshëm në infrastrukturën arsimore, ndërsa theksoi se do të vijojë më tej investimi në kapitalin njerëzor. Flasësh me mësuesit është kënaqësi. Ju jeni njerëz që mësoni breza. Unë vetë vi nga familja arsimtarë, 3 breza arsimtarësh. Më gjyshi nga qenë themeluesi i shkollave shqipe në Bregdetin e Shqipërisë dhe në lumin e Vlorës, pra që 1920. Qeveria Rama i ka dhënë një prioritet pagave në arsim. Për të rritur cilësinë, në këtë rast paga është shumë e rëndësishme për mësuesët dhe kushtet që u krijohen janë shumë të rëndësishme që ne të kemi mësues të cilësisë së mirë edhe në të ardhmen. Synimi i kryeministrit është që në mandatin tjetër dhe e deklaruar kjo nga qeveria, paga të shkojë për mësuesët të shkojë shumë më lart. Dhe mendohet që paga mesatare në 4 vjet të ardhshme të shkojë 1500 euro. Ne po investojmë shumë në infrastrukturën arsimore, e vlerësoj shumë armatën tuaj sepse është pjesa më e rëndësishme që edukon breza. Investimet nuk do mungojnë, por duhet investimi në kapitalin njerëzor dhe principi është që qofse ne kemi mësues më cilësor dhe dim të transmetojmë dije, po të formojmë karakter të fëmijëve, jo thjesht të japim dije. Unë mendoj që ne kemi përgatitur gjeneratën në ardhmen. Sa i takon kandidaturës së tij, Gjiknuri ju drejtua mësuesve duke theksuar se përmes kandidaturës së tij kanë një zgjedhje që është e provuar. Keni një zgjedhje të një njeriu të provuar. Nëse unë marr mbështetjen e gjithë qytetarëve të Sarandës, pjesë më të madhe të votave tuaj duhet të jenë përfaqësuesi juaj. Juve ju duhet një politikan i provuar, që di si lëvizën gjërat në nivel politik. Për Sarandën jam një kandidaturë që lidh mirë interesat e këtij komuniteti me ato që ka mund bëj qeveria në nivel qendror. Mësuesit e pranishëm në takim janë shprehur me konsiderata të larta për figurën e Gjiknurit, duke vlerësuar atë si kandidaturë të duhur përmes të cilit ndihen të përfaqësuar denjësisht për faktin se është person politik që i ka dhënë provat gjatë pozicioneve që ka patur duke bërë më të mirën për komunitetin. Damian Gjiknuri është një deputet potencial. Këtë radhë është kandidat për deputet në zonën e Vlorës. Unë i uroj suksese. Panoj uftoj të gjithve, do vi momenti që ne do të administrojmë votën. Ky është momenti më i rëndësishëm. Jam shumë e lumtur që jam këtu sot. Kam qenë prej 15 vitesh emigrante në Amerikë dhe sot ndodhem në Shqipëri. Jam kthyer për të influencuar dhe unë sadopak për të bërë atë detyrën time sado të vogël si qytetare për një Shqipëri evropiane. Vota ime në 11 maj shkon për Partinë Socialiste dhe për zotin Damian Gjiknuri, sepse duhet të zgjedhim njerëzit me potencial. Besoj personalisht që zoti Gjiknuri e meriton sepse ka të gjitha cilësitë për të na përfaqësuar dhe për ta çuar Shqipërinë aty ku duhet. Ka eksperiencën, formimin, kapacitetin e plot cilësi të tjera. Ne të gjithë kujtakojmë një forcë politike dhe thirrja është për të votuar unanimitet dhe Damian Gjiknuri, sepse meriton. Të votojmë në rikthesë për Partinë Socialiste, për Edi Ramën dhe aty të kolona e kandidatëve emrin e Damian Gjiknurit.